A këtë pyetja? Po, dhe për ndarjen e vendimeve, sa të pastaj shifë me pyetjet politike. Mendoj se për vendimet i thanë edhe ministri edhe drejtori, është ditë historike për spitalin e Tetovës, për shëndetin e qytetarëve në Tetov. Nuk mban mend historia që ketë kështu investimi kapital, investimi në atë që është më e rëndësishme faktori njeri, 145 vendime. Kishë rast me informoj drejtori, nëse zgaboj doktoresha në Nezhdetit, i falenderojnë këtë rast që me kontrata, pa ju heqë stazhi, kanë qenë në shërbim të qytetarëve, studentë 10.00, 10 vite me kontratë, dhe sot pra me udhëheqjen e Erzenit dhe me udhëheqjen e kësaj qeverie, pra po eliminohet një gabim që është bënë të kaluar. Pra investimi më i mirë është faktori njeri dhe po përgatitet edhe investimi edhe në klinikat e reja, në hapësira që do jenë të shërbim edhe në Universitetit të Tetovës. Zotë prezidentë, zyrtarisht të sjellin nga liderët, nuk ka pasi një qëndrim për zgjedhje. A duhet të ketë zgjedhje të parakoshme pasi që kryeministri është pro, BDI-ja pro, Levica pro, edhe LSD dhe më. Mendoj që BDI-ja për mos i ikë elektorati ka mbajtur vazhdimisht këtë temë mbas 3 muajve, mbas 6 muajve, kaluan 2 vite. Opozita, edhe nuk ka çka ofron, pra ka kërkesë për zgjedhje të parakoshme. Qeveria është e fokusuar te programi, te premtimet, te vendimet e mjekëve, te investimet në spital, investimet në arsim, tek ajo të cilën e kemi marrë përsipër për ta realizuar. Pra Parlamenti ka mjaftueshëm numra, shumicë absolute, dhe nuk ka asnjë arsye pra për të eksperimentuar dhe për të shkuar në zgjedhje, që të nuk kupton bllokim të proceseve, bllokim të punimeve, bllokim të prokurorimeve, të punësimeve, të vendimeve, pra nuk është në interes të qytetarëve të kemi fundit është një harxhim shtesë për qytetarët e Maqedonisë. Po kjo nuk do të thotë që Vleni i cili është favorit tek shqiptarët, partia kryesore tek shqiptarët në anketat e fundit, që i ikë zgjedhjeve. Po mendoj që për momentin punojmë për zgjedhje, jo për zgjedhje. Edhe diçka tjetër. Bujar Osmani se ka pasur një postim për punën e korridorit, do të thonë të punën e ambasadës së Shkupullat, thotë se kanë ndëshuar talat çfarë. Si e meriti. Nëse të flasim për këtë, bujari ka humbë zgjedhjes që ka kohë, domethënë problematizon çështjen.